Besimtarët musliman në Gjirokastër kremtuan ditën e Fitr Bajramit. Mëngjesin e sotëm, në mjediset e Pallatit të Sportit u zhvillua edhe falja e kësaj dite të shenjtë. Faljen e namazit e drejtoi myftyi i Gjirokastrës Ermin Çana, ndërsa besimtarët u lutën për më shumë paqe dhe harmoni. Pjesë e lutjes së Fitr Bajramit ishte edhe situata aktuale në botë dhe veçanërisht në lidhjen e mesme. Kam nderin, kënaqësinë dhe lumturinë që nga Pallati i Sportit në qytetin e Gjirokastrës në lagjen 18 shtatori t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman, por jo vetëm, të gjithë qytetarëve të Gjirokastrës dhe qytetarëve të vendit tonë të Shqipërisë, një festë Fitr Bajrami sa më të gëzuar, me sa më shumë harmoni, me sa më shumë paqe, mirëkuptim edhe begati të shtuara në jetën e punës dhe në jetën e familjeve të tyre. Për besimtarët musliman në mbar botën, jo vetëm këtu në vendin tonë, kjo festë shënon një moment kulminant, një moment përmbyllës të një muaji të adhurimit të Zotit që na ka krijuar të gjithë me sakrificë, me përkushtim, siç është edhe muaji i madhërueshëm i Ramazanit. Më pas për besimtarët u shpërndan ëmbëlsirat e festës. Pjesë e festimeve të ditës së Fitr Bajramit në Gjirokastër ishte edhe pritja e organizuar nga myftinia, si dhe vizitat e besimtarëve në familjet e njëri tjetrit.